Raporti progresit për Kosovën i kushtoi vëmendje edhe raportit të shtetit tonë me fqinjt, por edhe procesit të dialogut me Serbinë e themelimin e asociacionit. Për normalizim të marrëdhënieve mes Kosovës e Serbisë, Kosovës i kërkohet themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe, ndërsa Serbisë i kërkohet të iniciojë njohjen e simboleve, institucioneve dhe dokumenteve të Kosovës. Me i normalizu marrëdhëniet dhe me i implementu zotimet të dhëna në dialog, janë thelbësore në rrugën evropiane të dy shteteve, derisa theksohet që në veri të Kosovës situata është e qetë por fragile. Në raport janë përmendur sulmi në kanalin e Iber Lepencit në vitin 2024, me që rast theksohet se nuk janë kapur dhe vendosur para drejtësisë autorët. Arrestimet e verës 2025 nga Kosova dhe Serbia përfshi asistent drejtorin e zyrës serbe në Kosovë Igor Popović, sipas raportit, përkohësisht kanë ndikuar negativisht në procesin e normalizimit. Në raport është përmendur edhe ndërtimi i urave që lidh Mitrovicën e Jugut me atë të Veriut, që sipas Komisionit Evropian, bashkë me aksionet në veri kundër strukturave të mbështetura nga Serbia, nuk janë në linjë me frymën e normalizimit sipas këtij komisioni. Në këtë raport përmendet edhe se Serbia ka lobuar që Kosova mos të anëtarësohet në organizata ndërkombëtare dhe se normalizimin e marrëdhënieve e ka afektuar edhe puna jo e mjaftueshme e Serbisë për me siguru llogaridhënie për sulmin e 24 shtatorit 2023 në Banjsk të Zveçanit. Raporti i Komisionit Evropian thotë se ka mirëpritur pjesëmarrjen e serbëve në zgjedhjet qendrore e lokale të vitit 2025. Si çështje kyçe në raport përmendet çështja e personave të zhdukur nga luftrat në Ish-Jugosllavi gjatë viteve të 90-ta. Përmendet se që nga prilli vitit 2024, autoritetet e Kosovës kanë sqaruar fatin e 26 rasteve të personave të zhdukur. Për marrëdhëniet me fqinjet, përmenden marrëdhëniet e mira që Kosova ka me Shqipërinë, Kroacinë, Malin e Zi e Maqedoninë e Veriut, por edhe me Turqinë. Raporti vën pa se ndonë se Bosnia dhe Hercegovina nuk ka ratifikuar marrëveshjen e lëvizjes së lirë, Kosova, një anshëm që nga 1 janari 2025, u hoqi kërkesën për viza shtetasve të këtij vendi dhe ata mund të hyjnë në Kosovë vetëm me letërnjoftim.